veprat e robëve, I paraqitet të madhe të Allah. Çdo ditë të hanë dhe të ejtë. Çdo ditë të hanë dhe të ejtë. E Allahu Azza wa Jall, kur të paraqiten veprat e robëve të tij, lartë madhërisë e tij, shumë fal, përpas dy personave, mushrikut, jo muslimanit, dhe një personi tjetër I cili nuk flet me vllahun e vet apo me motrën e vet. Thuhet, këta të dy leni, shtyni, derisa të pajtojnë me zveti. Pse me lësit njeriu kohë gjatë me dikant? A din kiamet dënë me nejt leqet në me njerës. Me qënti me farefes, me ta që ki obligim. Me farefes. Me ta që ki obligim, me të lidhen farefes në ore. Andaj, dohet robi me trajnu, me ushtru, ma di me bind, me shty me zar, I që bi me liftu nefsin, me I fol ta afërmiton. Kjo në ka të bëja borri mira, borri keqa, gruje mira, gruje keqe. Se pas qene mirë, të s'qeprishme të heq, por të dhëtë mi fol, sepse kjo obligim mi fol. Kjo njërat, çështja tjetër, pjesa tjetër, ne nuk mund të themi se s'pranohet namazë, zeqate, agjerimi, jo. Por themi që ka në hadith pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam, veprat e robëve, I paraqitet të madhe të Allah. Çdo ditë të hanë dhe të ejtë. Çdo ditë të hanë dhe të ejtë. I paraqitet të madhe të Allah. E Allahu Azza wa Jall, kur të paraqiten veprat e robëve të tij, lartë madhërisë e tij, shumë fal, përpas dy personave, mushrikut, jo muslimanit, dhe një personi tjetër I cili nuk flet me vllahun e vet apo me motrën e vet. Thuhet, këta të dy leni, shtyni, derisa të pajtojnë me zveti. Hatta yastaliha, deri të pajtojnë me zveti. Pra, ja bën veti haram, faljen e mëkateve, të gjunaheve, çdo të hane dhe të ejte. E qa fitove? Krejt dynjaj të tjertë fitojnë falje prej Zotit, ju falen gjunahet, paka shumë, më nësi ju falen gjunahet, sikur se me thonë marrin për ena. Paka shumë ata marrin për ena, për të heq, të asnja. Pra aty në për falen gjunahet, kujt ma shumë, kujt ma pak, që është e Zotit, për ty s'pat falen, sepse nuk po flet me ata që ki bërq me full.